Presidenti rus Vladimir Putin dhe kryeministri indian Narendra Modi zhvilluan bisedimin në samitin e New Delhit. Modi theksoi se India mbështet përpjekjet për paqe në Ukrainë, ndërsa vendi ofroi mikpritje të ngrohtë liderit rus. Kjo është vizita e parë e Putin në Indi pas 4 vitesh, me qëllim rritjen e tregtisë me blersin kryesor të armëve dhe naftës ruse të transportuar me anije, pavarësisht se sanksionet perëndimore kanë ndikuar në marrëdhëniet e tyre. India po negocion gjithashtu një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të reduktuar tarifat ndëshkuese të vendosura nga presidenti Donald Trump me mballerat indiane për shkak të blerjes së naftës ruse. Moska ka qenë furnizuesi kryesor i armëve në Indi për shumë dekada dhe ka shprehur dëshirën për të importuar më shumë mallra indiane, duke rritur tregtinë në $100 miliard deri në vitin 2030. New Delhi ka shtuar blerjet e naftës ruse me çmim të zbritur që pas pushtimit rus të Ukrainës, por i ka reduktuar këtë vit nën presionin e tarifave dhe sanksioneve amerikane. India nuk është neutrale, vendi ka një qëndrim dhe ky qëndrim është për paqe, tha Modi duke hapur bisedimet. Ne mbështesim çdo përpjekje për paqe dhe qëndrojmë krah për krah me çdo iniciativë në këtë drejtim. Putin e falenderoi Modin për përpjekjet që synojnë zgjidhjen e konfliktit me Ukrainën. Lideri rus shtoi se marrëdhëniet dhe ekonomitë e vendeve të tyre po zgjerojnë mundësitë për bashkëpunim në fusha të reja, si teknologjitë e larta, aviacioni, hapësira dhe inteligjenca artificiale. Gjithashtu, sipas tij, bashkëpunimi ushtarak teknik midis dy shteteve mbetet shumë i besueshëm. Bankat ruse Gazprom Bank dhe Alfa Bank kërkuan miratimin për të filluar aktivitetin e tyre në Indi, duke synuar zgjerimin e tregtisë dypalshe.